E gjendo qa kam këtu? Qa? Mbylli sy ta shosh. Qa ke moj? Kam dyshime. E kujt ish kjo qime? Po e tepron. Me kam tradhton. Dgjoj. Mos e moho se kam mbledhur prova tjera. Ku? Te xhaketa jote gjeta. Oh? Pastaj te makina mu doj spina. Ah. Po kur gjeta dhe te krevati më ra automati. Po pastaj? I çova qimet për analiza që të zbulojnë të kujt janë. Vërtet? Shht. Alo, hello, he? Doli përgjigja. Ma thuj. Do të flasim sy më sy. Po syri s'flet, syri ish për dëgjuar. E ja pra dhe dëgjoj të vërtetën. Do vish dhe ti. Si? Si arrestuar, se je i dyshuar. Ah. E kujt isha ajo qimja? E jotja. E imja. Po, lajmi mirë është që s'ke probleme me burrin. Oh, Por ke probleme me skalpin. jo, unë skalpin se njo fare. Analizat thonë që skalpi të rrëzon flokët. Analizat u mirë kanë me thasha theme, se mua s'm ka kapur prej leshkoke as skalpi e as një tjetër. Moj ti skalpi është vendi ku janë rrënjët e flokut dhe ti e ke me probleme. Po, do bëhem tull rose? Jo, se në farmacin tonë kemi një super solucion kundër rrënjës së flokut që përmban vitamina, proteina dhe kafein. Po unë se pi kafen. Jo, ky aplikohet në skalp dhe nuk ka efekte anësore. Vërtetësisht? Rigjeneron skalpin, ndalon rrënjën dhe dëmtoson flokun. Oh, jam shumë e gëzlumtur që gjeta zgjidhje. Kurse unë jam shumë i nxehur me ty. Oh, qa ti bëjnë që t'afto? Bëj dhurat një tjetër si ky se është edhe për meshkuj. Oh, thank you mderi. Hey, të kam bërë një poez vjersh. Ha? Shumë të kam stresuar, flok t'i kam rrëzuar, po dërojnë të solucion ty o kok bidon. Po pse kok bidon? Se m'duaj për rimën. Mirë rrofsh. Po pse se merë? Se s'ke hapur prangat. Ka humbur Chelsea. He ha.